Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur në këtë emision. Sot do të ndalemi tek një e vërtet e thellë dhe çliruese e fjalës së Perëndis. Ju jeni e dashur dhe e zgjedhur, e dashur nga Perëndia dhe e zgjedhur për një plan hynor prej Perëndis. Përpara se botat ju vendosi etiketa dhe përpara se rrethanat t'ju bëjnë të dyshojnë në vlerën tuaj, Perëndia ju thërret me një emër, ti je imja. Ky është një mesazh shprehse, identiteti për të treguar se dashuria e Perëndis nuk fitohet, por dhurohet dhe plani që Perëndia ka për secilën nga ne nuk është thjesht një plan rastësisht, por është një plan hynor. Sot do të kemi në studio dhe unë kam kënaqësinë dhe nderin një fotografe të Krishterë, e cila përmes objektivit të saj reflekton jo vetëm bukurinë vizuale, por dhe dritën e besimit. E ftuara jon Herolinda Krasniqi. Herolinda, mirë se erdhe në emision. Mirëmbrëma dhe mirë se gjeta Ina, faleminderit për ftesën. Herolinda Krasniqi, fotografja jone Krishterë, është e martuar me pastor Shpend Krasniqin. Ata shërbejnë në Prizren që prej vitit 2008 dhe kanë 3 fëmijë, Bjeshkën, Malin edhe Sionin. Herolinda, ndonjëherë duket sikur është e rrallë një fotografe e Krishterë, por nuk ka asnjë gjë të pamundur për Perëndin, për ta përdorur një femër, një grua për lavdit të tij. Herolinda, si e zbulove pasionin tënd për fotografinë dhe si lidhet ai me besimin tuaj? Unë i dua shumë fëmijët, puna me fëmijët më sjell shumë gëzim. Për atë arsye kam regjistruar fakultetin e edukimit në Prizren. Pasi përfundova universitetin, isha në lutje për planin e Zotit për jetën time, për një punë që është prej Zotit. Ku ndërsa isha duke kërkuar punë dhe nuk po gjeja, atëherë dorëzova gjithçka para Zotit dhe thash Zot, ajo që është më e mira për ty le të bëhet. Le të bëhet vetëm plani yt në jetën time. Ishte kohë pandemia. Gjatë asaj kohe burri im vetëm kishte studion e tij për video dhe incizime. Edhe unë po i ndihmoja nga pak, por nuk isha ashtu e pambarë. Dhe më shpiku në mendje një ide që të filloja me fëmijët. Të filloja të fotografoja me fëmijët, fillimisht me moshat pak më të mëdha, pastaj edhe me bebe, sepse puna me bebe është edhe pak më e vështirë, duhet kërkon më shumë përkushtim, angazhim dhe është pak sfiduese. Mirë po, këtë punë unë e kam marrë si një përgjigje nga Zoti, sepse përderisa unë punoja me fëmijë, ndjeja shumë gëzim dhe paqen e zemrën time dhe siguri nga Zoti. Dhe me një herë kuptova se kjo është ajo çfarë Zoti më kishte thirrur, që unë të punoja me fotografi me fëmijët, që ishte pasioni im që shprej fillimit. Me besimin tim lidhet, për shkak se unë e kam marrë këto si një përgjigje nga Zoti, unë kam besuar Zotit për planin e tij në jetën time, që shpreh se ne jemi kthyer prej Austrisë në vitin 2008 për të shërbyer në Prizren. Kur ne kemi filluar me shërbesën në Prizren, ne kemi besuar plotësisht Zotit jetrat tona dhe ai ka udhëhequr në mënyrë të mrekullueshme. Ai na dha shërbesën, na dha familjen, por edhe na dha edhe një bonus, do të thënë na dha edhe një punë që nuk e prisja në fakt, kjo ishte hiri dhe favori i Zotit në jetën time, sepse Zoti ka hir dhe favor për çdo që e kërkojnë ata. Pra puna e fotografisë është për ty si një shërbes dhe një thirrje nga Perëndia. Patjetër. Unë e quaj këto si një shërbes, si një thirrje njëkohësisht. Unë e marrë edhe shembullin si Jezusi erdhi në tokë, ai erdhi, ai u përul, ai i shërbeu të gjithëve, të gjitha moshave, të gjithë njerëzve në fakt, dhe ai dhe punoi, ishte edhe si zdruktar. Edhe këtë unë e shoh si një nder që i bëjmë Zotit, ne me punën tonë, ne nderojmë Zotin. Me thonë, dhe puna është ashtu si më herët thash që është një favor prej Zotit, edhe këtë ndjej si edhe si thirrje, sepse Zoti ka thirrje të ndryshme për çdo secilin që e kërkojnë ata. Dhe Zoti ka plane të mrekullueshme për çdo secilin që ja dorëzojnë jetën atij, sepse Zoti ynë është një Zot i mrekullueshëm.
Patjetër, nëpërmjet fotografive, si mundet ta reflektosh bukurinë e imazhit, bukurinë e krijimit të Zotit? Nëse marrim fotografi në studio, puna ime me klientët është një punë shumë e mirë, më sjell gëzim, si që thash edhe më herët. Kur kam të bëj me fëmijë të vegjël, e shoh ato duar të vockla, të këmbë të vockla, të krijesë kaq të bukur, që Zoti e ka krijuar dhe them Zot faleminderit për këto krijesa kaq të bukura, sepse Zoti na ka krijuar sipas shëmbëltyrës së Tij dhe çdo gjë që ai ka krijuar është e mrekullueshme. Puna gjithashtu edhe me familjet, edhe kur kam të bëj me fotografi familjare, edhe ajo më sjell shumë gëzim, sepse kur i shoh familjet që janë kaq të lumtura së bashku dhe ndjejnë kaq gëzim për një bekim që është nga Zoti për fëmijët e tyre. Pra tjetë shumë bukur që një nga gjërat që mund të reflektoj fotografia, atë bukurinë e krijimit, është edhe te një fosh, një porsalindur që ti shikon, po është e vërtet. A ke realizuar ndonjëherë projekte që lidhen drejt për drejt me fotografinë dhe drejt për drejt me projektet e Krishtera, me kishën, me evenimente të ndryshme, me konferenca, me seminare që janë bërë? Patjetër, Ina. Sa herë që motrat organizojnë ndonjë konferencë ose për organizime festave, si për shembull Krishtlindje ose për Pashkën, patjetër që unë jam e gatshme të shërbej Zotit me gëzim dhe njëkohësisht jem falendëruese për atë çfarë Zoti ka siguruar për mua. Po, dhe unë e mbaj mend një moment në një kohë, më duket në shtator, ka qenë një seminar dhe unë e di që ke qenë e përfshirë dhe kemi qenë së bashku, por lavdi Zotit që Perëndia të ka përdorur për punën e tij. Cilat janë sfida më të mëdha si një fotografe e krishter? Ku kanë qenë sfidat që ke hasur më shumë? Në fakt, ne kemi vendosur të mos bëjmë kompromis me botën, por me punën tonë të nderojmë Zotin dhe t'japim lavdi vetëm atij. E kam edhe një pyetje tjetër, e cila është e bashkangjitur me pyetjen që u bëra më përpara. A ke pasur raste kur ke refuzuar për arsye të besimit? Ke refuzuar një set fotografik apo ke refuzuar një projekt dhe kjo është vetëm për shkak të besimit tënd e ke refuzuar? Ndonjëherë kemi kërkesa të çuditshme nga klientët. Mirëpo siç e thash edhe më herët, ne kemi vendosur të mos bëjmë kompromise me botën, me gjërat që nuk i pëlqejnë Perëndis. Kemi vendosur vetëm të bëjmë punën që Zotit i pëlqen. Të jetë një punë e pastër dhe e shenjtë para të syve të Zotit. Si kanë ndikuar fotografitë e tua te njerëzit e tjerë që i kanë parë këto fotografi? Unë edhe një herë i them dhe jo vetëm një herë, por çdo herë, çdo sekondë të jetës tam, jam falendëruese Zotit për punën që më ka dhënë. Sa herë që marr aparatin në dorë, them Zot, kjo është prej Teje. Është hiri yt, Zot, që fotografit dalin në mënyrë të mrekullueshme dhe i jap gjithmonë lavdi Zotit për punën që del kaq e bukur dhe klientat janë kaq të kënaqur. Ata njëkohësisht janë të kënaqur edhe me pritjen që ne i bëjmë, me dashurinë që ne i japim, me ngrohtësinë që ne i japim dhe dëshira jonë është që çdo klient më ndi sa më rehat në studion tonë dhe sa më qetë dhe sa më të çiltër me neve. Ne gjatë punës gjithashtu kemi kohë dhe të bisedojmë edhe për jetën private. A ke ndonjë histori prekse ku puna jote ka ndikuar shpirtërisht tek ty? Po, kemi histori. Për shembull, kemi dhe fëmijë me nevoja të veçanta që vinë për të bërë një set fotografik. Një rast që më kujtohet tani është një fëmijë me nevoja të veçanta. Ai nuk ishte në gjendje të lëvizte. Fëmia ishte moshës 6 vjet dhe nuk ishte në gjendje të ulej në një karrige. Për atë arsye unë u dusha shumë me u kujdes se çfarë karrige po ja vendos dhe dëshira ime ishte që të nxirja foto sa më të bukura, ndoshta edhe më të bukura se herave tjera. Por lavdi Zotit që puna shkoi mirë, në kushtet që ne
kemi mundur t'i nxjerrim fotografitë, sepse fëmia nuk ishte shumë në gjendje të mirë për të nxjerrë një setin ashtu siç duhet, por unë kisha kaq shumë dashuri për këtë fëmijë, mundohesha që nanës ti me i thanë që Zoti të don shumë. Dhe Zoti ka më ndihmu shumë që ti më kujdes në mënyrë më të mirë për këtë fëmijë. Dhe mundohesha me dha kurajo për punën që ajo po e bante, me kaq shumë dashuri për atë fëmijë. Ajo kishte edhe fëmijë tjerë, mirë po në zemrën e saj dëshira e saj ishte që këtij fëmiu ti realizonte çdo vit një set fotografik, sepse kjo ishte përgjegjësi për ta, edhe një punë shumë e vështirë, një punë shumë e vështirë për ta, por dhe shumë e dashur, sepse në fund të fundit ai ishte fëmia i saj. Kjo që sapo ndave ishte shumë e bukur. Ishte e bukur, por ne jemi që t'japim dritë dhe shpresë, kudo. Ndoshta për një nën që ndihet pa shpresë, por e vërteta është që ne jemi për të qenë dritë. Ashtu si edhe në prezantimin që e bëra për ty, që është një intervistë ku do të reflektonte jo vetëm atë bukurinë vizuale të aparatit, por edhe dritën e besimit. Në fakt jam e sigurt që ke pas edhe situata të tjera kur keni nderuar emrin e Zotit në një mënyrë apo në një mënyrë tjetër. Por kush ka qenë një mënyrë e drejtë për drejtë që është nderuar dhe është folur për emrin e Zotit? Kemi shumë raste, Ina. Për shembull, kur flasin klientat në gjuhën gjermane dhe unë i kuptoj. Atëherë ata më pyesin qysh po na kupton neve, edhe unë i them se unë kam jetuar një kohë në Austri dhe jam kthy në Kosovë, po qysh je kthy? Jam kthy sepse Zoti ka dashur, i tham, se Zoti ka pas një mision që ne të kthehemi në Prizren dhe të shërbejmë, sepse ne kemi kishën, jemi protestant, krishterë, dhe kemi kishën tonë në Prizren, po edhe kemi edhe punën, të dyjat njëkohësisht i bëjmë. Edhe në disa raste nuk e kuptojnë dallimin mes të krishterëve dhe të katolikëve, atëherë më them lavdi Zotit që Zoti na jep mundësinë që ne të ndajmë ungjillin me klientat. Pra të ndash ungjillin edhe në punën tënde, në biznesin tënd. Në fakt, mua më kujtohet një rast, ndërsa ti je duke folur, më kujtohet një rast në Bibël kur barka e Simonit. Unë jam e sigurt që Simoni e përdorte barkën për familjen e tij, për të kapur peshk, për të ushqyer familjen, edhe ndodhi që barka e Simonit përdorej edhe nga Jezusi. Kur turmat vinin, Jezusi fliste, dëshmonte se kush ishte, edhe Simoni e lejonte barkën e tij të përdorej për lavditë e Zotit, edhe ndërsa ti flet, mua më kujtohet vërtet edhe shumë e bukur që ne mund ta përdorim biznesin ton për lavditë e Zotit. Shumë të krishterë mund të përdorin biznesin e tyre. Por një pyetje tjetër lind, dua të them, çfarë këshille do t'ju jepje të krishterëve që duan të ndjekin artin edhe fotografinë? Sidomos vajzave të reja, këshilla ime është që ato të kërkojnë planin e Zotit në jetën e tyre. Të lutën për personin e jetës së tyre dhe dorëzojnë gjithçka para këmbëve të Krishtit, sepse Zoti ka një plan më të mirë se sa ato e mendojnë. Për shembull, në jetën time, unë gjithmonë them që Zot, lavdia takon ty që nuk është bërë plani im, po është bërë plani yt, sepse plani yt është i mrekullueshëm, edhe kur nuk do ta mund ta imagjinoja jetën time tash qysh jam. Dhe për atë arsye i them edhe vajzës time, e cila është 17 vjeç, dhe i them gjithmonë kërko planin e Zotit, luto dhe plani i Zotit do të bëhet, sepse nëse ne i bindemi Zotit, fjalës së Tij, thirrjes së Tij, që ai ka për jetrat tona, për jetat e çdo secili që kërkon atë, atëherë Zoti do të bekon bindjen tënde, sepse Zoti don fëmijë që i binden atij. Kurse për punën, njëjtë ashtu si për personin e jetës, edhe për punën kisha thënë që të luten dhe dorëzojnë gjithçka para këmbëve të Krishtit, sepse Zoti e ka më të mirën për çdo secilin që e kërkon planin e Tij. Sa ndihmë ka qenë Pastor Shpendi për ty në këtë nisëm?
sepse dim që nga viti 2020 nise studion tënde moderne, linda fotografi. Sa bekim apo sa inkurajim, le të themi, se patjetër që ka qenë bekim, ka qenë pastor Shpendi për ty? Shumë bekim, inkurajim dhe mbështetës shumë i madh. Ndoshta edhe pa Shpendi nuk kisha mujt me mri këtu ku jam. Edhe i them Zotit, lavdi Zotit që Zoti ka siguruar një person ideal për jetën time. Gëzojmë shumë për ju, gëzojmë për familjen tuaj, gëzojmë për shërbesën tuaj që keni në Prizren. E di që ndonjëherë nuk është e lehtë, por unë besoj që nuk ka asnjë gjë të pamundur për Perëndin dhe unë gëzohem për punën tënde, për biznesin tënd që është një biznes për lavdi të Zotit. Një pyetje tjetër unë e kam për ty është si mundet, është po një ta bisedu me thënë që bëm dhe rrjedhimisht është kjo pyetje. Si mundet jemi dritë, shpresë në botën e sotshme? Duke, si më herë që e thash, duke u bindur fjalës së Zotit, duke kërku planin e tij në jetrat tona. A ke ndonjë varg biblik e cili të frymëzon në punën tënde artistike? Vargu i preferuar është Filipianët 3:16, kur fjala e Zotit thotë, unë mund të bëj gjithçka me anë të Krishtit që më forcon. Kam edhe shumë vargje të tjera, mirë po, sepse Bibla është fjala e gjallë, është fjala e Perëndisë që na flet në mënyra të ndryshme, në rrethana të ndryshme, dhe është burimi i fjalës së Zotit. Ndërsa po i afrohemi fundit të këtij emisioni, unë dua t'ju lë me një të vërtetë, të thellë dhe të fuqishme. Ju jeni e dashur nga Perëndia dhe e zgjedhur për një qëllim. Mos harroni, nuk ka asnjë gjë të pamundur për Perëndin. Takohemi të dielën tjetër në orën 21. Deri atëherë, Zoti ju bekov dhe natën e mirë.